po përgjigjna shumë konkret tek çështja e propozimit të emrave, për shkak që është duke bë politik edhe duke u keq interpretuar në mënyrën edhe në çostin qysh ata e dëshirojnë. Po realiteti ka qenë edhe publikisht, ne jemi deklaruar, po edhe në takime, edhe në komunikime mes kryetarit të Partisë Demokratike Bedri Homzës dhe zotrit Kurtit janë të evidentuar, pra ne kemi thonë që duhet me u pajtu për proces, në mënyrë që me u mrri konsensusi, me u rujt edhe me pos diversitet institucional. Vazhdimsi, kur është zgjedhur presidenti, ka pos konsensus. Kjo është edhe arsyeja pse kërkuan 2/3 e votave. Kandidati edhe kundër kandidati me qenë të propozuar nga Partia Demokratike e Kosovës. Në momentin që zotri Kurti është pajtu që kandidati edhe kundër kandidati me qenë të propozuar prej Partisë Demokratike të Kosovës, pastaj ka qenë poza që ne me i propozu emrat dhe jo me imponu emrin, me i propozu emrat e me diskutu bashkarisht me to se kush do të ishin emrat më të mirë që do t'i bënin nder presidentes të Kosovës nesër me përfaqësu Kosovën. Pra kjo ka qenë qëllimi dhe kjo ka qenë qosja jonë që me u pajtu për proces, mënyrë që me urujt diversiteti, pra me qenë të propozum nga Partia Demokratike, pse kandidati dhe kundër kandidati? Për shkak që mos me mujt me vota, se ne këm ditë fuqinë edhe përfaqësimin politik që ka dhe vetëvendosja edhe për dykyja edhe lidhykyja edhe akyja edhe forca tjera politike në kuvendin e Kosovës. Pra me umri kushti minimal me qenë do të propozum dhe mandej me u përcaktu për kanë kena me dhonë mbështetjen edhe sot Kosova kështë pos president. Po ata përderisa na kemë folë për proces, kam vazhdu me propozu emra. 11 noc e ka propozu Andin Ukshin Hutin, e nesër në 12 gjatë ditës e ka kandidu edhe ka procesu për kuvend Glaukun Jucen. Më kjo është tërësisht qosje jo serioze edhe me procesin edhe me vullnetin e tij të sinqert për me jap vendit institucione edhe për me zgjedh presidentin.